Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hamdi dhe falënderimi takojnë Allahut Dhul Xhelal, krijuesit të gjitha botrave, sunduesit të ditës së gjykimit. Salavatet dhe shumë selamet për zemërta i dërgojmë shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve deri në ditën e Kiametit dhe ringjalljes. Të nderuar vëllezër dhe motra, përherë lutim Allahun Dhul Xhelal të bëj kabul agjerimin dhe të gjitha ibadetet, lutjet, duat, të cilat ju i bëni gjatë këtyre ditëve të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Tema për të cilën do të mundohem shkurtimisht të shqelloj në disa pika të shkurtra ka të bëjë në lidhje me mirësjelljen dhe komunikimin gjatë muajit të Ramazanit, dhe se si Ramazani apo agjerimi ndikojnë dukshëm, bindshëm në përmirësimin e sjelljes së njeriut. Muaji Ramazanit apo vetë agjerimi, të nderuar vëllezër e motra, sjell mirësi të mëdha në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror e kështu me radhë. Agjerimi Ramazanit ndikon drejt për së drejti në përmirësimin e moralit, sjelljes, edukimit të njeriut. Pra, agjerimi Ramazanit është një ibadet i cili besimtarin e bën që ai të ndjehet në lidhje të ngushtë shpirtërore direkt me krijuesin fuqiplot Allahun Dhul Xhelal, në lidhje të vazhdueshme. Pra gjatë gjithë kohës ai është në lidhje me krijuesin apo është në adhurim. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon në një hadith se karakteri i besimtarit, sjellja e tij, korrektësia e tij, drejtësia e tij, sinqeriteti i tij janë të lidhura ngushtë me agjerimin e Ramazanit, apo thjesht agjerimi është ai i cili ndikon në përmirësimin e sjelljes së besimtarit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: "Men lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu aw sharabahu." Kush nuk e lën gënjeshtrën, shpifjen, fjalët e këqija, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu nuk ka nevojë që ai të largohet prej hajes dhe pijes. Si duket, drejt për së drejti, Ramazani ndikon në përmirësimin e sjelljes tonë, duke na ndihmuar neve që të largojmë çdo vesë të lig dhe të shëmtuar. Ajeti kuranor i cili obligon agjerimin e Ramazanit, Allahu Dhul Xhelal na thret neve dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. O ju të cilët keni besuar, u është bërë juve obligim agjerimi i Ramazanit, ashtu sikur se u është bërë obligim edhe popujve të tjerë përpara jush. Për çfarë? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Sikur detyra e Ramazanit apo e agjerimit është që ne të bëhemi të devotshëm. Në moment që njeriu bëhet i devotshëm, automatikisht ai duhet përmirësuar apo e ka përmirësuar më veç sjelljen e tij, karakterin e tij, moralin e tij. Agjerimi, të nderuar vëllezër e motra, është ai i cili ndikon dukshëm në mirësjelljen, në përmirësimin apo në shtimin e durimit të besimtarit, në altruizmin e tij, në gatishmërinë e tij për sakrificë e kështu me radhë. Po ashtu Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu ne bën me dije që ne të lidhim raportet tona ngushtë me krijuesin fuqiplot, në qoftë se dëshirojmë që Allahu Dhul Xhelal t'i rregulloj punët tona në mes neve dhe të tjerëve. Allahu Dhul Xhelal thot në një ajet kuranor: "Sta'idhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Sadaqallahu al-azim. Le të frigohen ata të cilët lën pas veti fëmijë të cilët janë të dobët. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'af. Le të frigohen ata të cilët lën fëmijë të dobët. Law taraku min khalfihim, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu thot: sikur ju të keni kujdes që të jeni vetë të devotshëm, Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu pastaj i rregullon të gjitha çështjet të cilat kanë të bëjnë rreth jush, me familjarët tuaj, në raport me njerëzit të tjerë e kështu me radhë. Pra sikurse Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu bëri me rastin e Hazreti Musait alayhis salatu wassalam, i cili e dërgoi Musain, e dërgoi Hidrin, që Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu t'u mbroj pasurinë, t'u mbroj nderin, dinjitetin
fëmijëve jetim të cilët kishin një pasuri të majme, mirë po sikur ta zbulon të mbreti atëhershëm, ata do t'ja merrnin krejt pasurinë. Allahu dhul xhelal bëri që të shkojë Musai me Khidrin dhe të rregullojnë murin atyre jetimve që ata kur të rriten ta kenë pasurinë të cilën u kishin lënë gjishërit, baba i 4 apo i 5 apo gjishi i 6 përpara, do të thonë një kohë të gjatë qëndronte ajo pasuri nën atë mur, dhe Allahu dhul xhelal e ruajti pasurinë për jetimët. Muhamedi alayhi salatu wasallam thot: "Ihfidhillaha yahfazuk", ruaja Allahun, të ruaj Allahu ti. Kur e kemi fjalën të mirësjellje, të nderuar vëllezër e motra, po ashtu duhet të kemi parasysh edhe mirësjelljen përmes rrjeteve sociale, të kemi kujdes komentet të cilat i postojmë, i shkruajmë, storjet të cilat i postojmë, të gjitha ata kanë të bëjnë me mirësjelljen tonë. Po ashtu është shumë e rëndësishme që mirësjelljen ta rregullojmë brenda familjes tonë, të kemi respekt për babën, për nënën, për më të moshuarin, po ashtu kur të dalim jashtë të kemi respekt për mësuesin, mësuesen, për më të moshuarit e kështu me radhë, që kudo ne të reflektojmë pozitiv dhe mirësjellja jonë të ketë përmirësime. Në veçanti gjatë muajit të Ramazanit, nëse dikush mendon se të agjëruarit është vetëm të kujdesurit apo të ruhemi nga ushqimi apo të mbajmë stomakun bosh, kjo është kuptim i gabuar apo shumë i ngushtë. Realisht, pejgamberi alayhis salatu wasallam na thret neve që ne të agjërojmë me stomak, të agjërojmë me gjimtir, të agjërojmë duke larguar shikimin tonë nga gjërat e ndaluara, të largohemi nga çdo ves i lik apo i shëmtuar. Për fund, të nderuar vëllezër e motra, agjërimi ka për qëllim të na ushtrojë neve, të na stërvit neve durimin ton, altruizmin ton, që ne të jemi të gatshëm të ballafaqohemi me vështirësitë të cilat na dalin përpara, dhe kur ne jemi të gatshëm të ndalim ushqimin ton dhe pijen ton, ne po ashtu jemi të stërvitur edhe në aspektin shpirtëror, që ne të largohemi harameve, ndalesave, gjërave të ndaluara të këqija të cilat na paraqiten në jetën tonë. Lutemi Allahu dhul xhelal që të gjithë neve të na bëjë të gjitha ibadetet kabul, dhe lutemi që agjërimi, namazi, lutjet, ibadetet, duajat të gjithë të na i pranoj Allahu xhaleshanu xhel xhelalu, dhe kërkojmë prej Zotit fuqiplot që të ndikojë agjërimi Ramazanit dhe ne të kemi përmirësuar sjelljen tonë, ashtu sikur se është i kënaqur Allahu dhul xhelal. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.